Një gjë dua që ta dini të gjithë, ju që jeni këtu. Ne, në mandatin e ardhshëm, do të bëjmë për kombinatin, për Kasharin, për Astirin dhe për gjithë Tiranën, dëgjoni me vëmendje, më shumë se që kemi bërë në të gjitha këto mandatet marrës bashku. Dhe Tirana 2030 do t'jetë kjo që është në shumë aspekte, por do t'jetë shumë më e mirë në një aspekt. Do jetë shumë më miqësore me komunitetet që e përbëjnë. Ju falenderoj shumë për këtë mikpritje. E di shumë mirë që është një sfidë e madhe të jesh deputet i Tiranës edhe të përpiqesh për të çuar përpara punët e Tiranës, por ju e dini që ne jemi për sfida të mëdha. Ne nuk jemi për lojën me porta të vogla.